Stadiumi Ismail Xhemali i Pukës ishte sot arena e një përballje interesante përgatitore mes Tërbunit të Pukës dhe Vllaznisë së Shkodrës. Një takim që, përtej rezultatit 0-2 në favor të shkodranëve, dha sinjale shumë pozitive për skuadrën pukjane. Tërbuni, i grumbulluar prej rreth 3 javësh, zbriti për herë të parë në shtëpinë e tij në këtë fazë përgatitore, përballë një vllaznie që prej 2 javësh po zhvillon fazën e saj stërvitore në qytetin e Pukës. Takimi nisi i qetë, me të dyja skuadrat që kërkuan të luanin më shumë në mënyrë teknike sesa të rrezikonin në një lojë të ashpër. Por ajo që ra me njëherë në sy ishte organizimi i Tërbunit dhe mënyra se si skuadra pukjane përballoi një kundërshtar të një niveli më të lartë. Tërbuni nuk u fut në fushë për të mbrojtur. Pukjanët treguan disiplinë, karakter dhe guxim, duke i dhënë lojës ritëm dhe duke krijuar bindjen se kjo skuadër ka potencial për të bërë një sezon ndryshe. Në pjesën e parë, Tërbuni ishte veçanërisht bindës. Lojtarët e përzgjedhur me kujdes nga stafi teknik treguan se kanë ardhur në Pukë me një objektiv të qartë, të ndërtojnë një skuadër konkurruese dhe të rikthejnë Tërbunin aty ku i takon. Momenti i veçantë i pjesës së parë ishte pritja e penaltisë nga portieri Marku, i cili u tregua vendimtar duke mbajtur portën e paprekur. Tërbuni rezistoi me sukses dhe 45 minutat e para u mbyllën me rezultatin 0-0. Një pjesë e parë që mund të cilësohet si një nga sinjalet më pozitive të kësaj faze përgatitore. Në fraksionin e dytë, Vllaznia u shfaq më agresive dhe kërkoi me ngulm golin. Shkodranët shtuan presionin dhe nisën të qarkullonin më shpejt topin pranë zonës pukjane. Goli i parë erdhi pas një aksioni në zonë. Një krosim u kthye nga mbrojtja e Tërbunit, ndërsa topi përfundoi në hyrje të zonës dhe pas një goditje të fortë me devijimin e mbrojtësve pukjan, përfundoi në rrjet. Vllaznia vijoi të këmbgulte dhe arriti të shënonte edhe golin e dytë, duke vulosur fitoren 2-0. Por rezultati nuk tregon gjithçka, sepse Tërbuni fitoi diçka shumë më të rëndësishme: besimin. Përballë një vllaznie që po përgatitet për objektiva të mëdha, skuadra pukjane tregoi se është në rrugën e duhur. Organizim, disiplinë, dëshirë dhe mbi të gjitha një grup lojtarësh që duket se po ndërtojnë gradualisht një skuadër me karakter. Tërbuni është ende në fazën e ndërtimit. Ka vetëm pak javë që ka nisur grumbullimin dhe puna vazhdon. Por ajo që u pa sot në fushën e stadiumit Ismail Xhemali është një skuadër që nuk ka frikë të përballet me askënd. Objektivi është i qartë: rikthimi në kategorinë e parë. Pas ndeshjes, në bisedat për mikrofonin ton, administratori i Tërbunit Erviz Vizaj dhe trajneri Erkan Çutra, ish futbollisti i Tërbunit dhe tashmë në drejtimin e skuadrës, theksuan se ekipi është ende në një proces organizimi dhe ndërtimi. Dhe pikërisht këtu qëndron edhe shpresa e madhe e tifozëve pukjan. Nëse kjo skuadër, pas vetëm 3 javësh punë, arrin të përballojë me dinjitet një kundërshtar si Vllaznia, atëherë ajo që pritet pas disa javësh përgatitje mund të jetë edhe më interesante. Tërbuni humbi 0-2, por sot Puka fitoi me arsye për të besuar. Rruga drejt kategorisë së parë është e gjatë, por sinjalet e para janë premtuese. Tërbuni po ndërtohet. Tërbuni po rritet, dhe Tërbuni nuk ka ndërmend të qëndrojë gjatë aty ku ka mbetur prej 4 vitesh. Puna vazhdon. Objektivi mbetet i njëjtë. Tërbuni duhet të rikthehet. Sot u zhvillua ndeshja Tërbuni dhe ekipi Vllaznisë. Kjo është ndeshja kote miqësore. Një intervistë me profesor Çutën se ishte edhe futbollisti i Pukës, sot ndërzohet ekipi i Tërbunit. Normal, është një kënaqësi e madhe që rikthehem mas 12 vitesh këtu në këtë stadium. Po përgatitemi më së miri për të bërë një ekip konkurrues mjaftueshëm për ta kthyer Tërbunin aty ku e meriton. E tani presim akoma afrime. Vllaznia një ekip i madh në pjesën e parë, Tërbuni i përballoi. Tani po flasim për një ekip që është përgatitur për kampion të Shqipërisë. Gjej rastin të shpreh falënderimet ekipit Vllaznisë që pranoi të bote një ndeshje miqësore me ekipin ton Tërbunit. Ishte një ndeshje e mirë nga ana jonë, interpretuam mirë
pastaj dihet që ritmi i Vllaznis është më i lartë se i Jori, por gjithsesi jam i kënaqur nga pjesa dërmuese e ekipit. Keni menduar një ndeshje tjetër miqësore ku do vinin në Pukë për fazën përgatitore? Momentalisht javës tjetër kemi edhe 2 ndeshje miqësore, një me Luzin dhe një me Ilirin. Pastaj kur të vim për fazën përgatitore, po mendojmë që mund të bëjmë me Vllaznin Bëm, ne Basani, ku kemi këtu afër. Sukses të rrinë. Ju faleminderit. Kemi përballë Erdhis Vizaj që ka marrë përsipër ekipin Tërbunit për ta nxjerrë në kategorinë e parë. Çfarë mendoni ke për takimin e sotëm të Tërbunit Vllaznia? Sot ishte një ndeshje shumë pozitive, siç e patë edhe vetë kishte një organizim shumë të mirë, se të mendosh që Vllaznia është ekip Superlige dhe ne jemi një ekip që kemi ndryshuar pothuajse 90% të ekipit. Patëm dhe disa dëmtime në stërvitje, më thënë janë lojtarë bazë që sot do ishin në formacion, por që ishin dëmtime. Unë mendoj që ishte një ndeshje pozitive, siç e patë edhe vetë, patëm shumë raste për gola, po ndonjëherë rezultati nuk shihet. Pam gjëra pozitive, nuk mund të themi që pam rezultatin 2-0 dhe jemi një ekip i dobët. Ka akoma punë për të bërë. Presim të na vinë edhe lojtar nga jashtë, që u kemi bërë ftesa. Besoj se siç e patë edhe vetë ishte një ndeshje pozitive. Ka ngel edhe i muj për të filluar kampionati. Grupi i Veriut duket i vështirë? Si vit, grupi i Veriut është shumë i vështirë, besoj, sepse kanë ngritur në grupin e Veriut Partizanin B, Lushnjën, që janë ekipe goxha të mira, po që ne nuk i trembemi asnjë ekipi, sepse siç e patë edhe vetë ekipi, domethënë, ka bërë një paraqitje pozitive. Ato tifozët ishin sot të pritën dhe dur të ketin ekipit të Tërbunit, si të duk? Po, tifozët e Tërbunit janë shumë të mirë, unë i kam ndjekur edhe më parë në përndeshje në Super League dhe në kategorinë e parë. Më kanë pritur shumë ngrohtësisht. Kemi nevojë për tifozët, edhe më shumë tifozë duhet të mblidhen që të arrijmë atje ku duhet, të shkojmë në kategorinë e parë. Ky është qëllimi. Sukses. Faleminderit.